Flasim për këtë, do të flasim edhe për ato çfarë ndodhi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një ditë më parë me kërkesat për ndalimin e misionit të UMNIK-ut në Kosovë, një kërkesë e përsëritur nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe deklaratën e Britanisë së Madhe, e cila kërkon njohjen e Kosovës nga vendet që ende se kanë bërë. Natyrisht, duket se ka dy kërkesa. E para është për Serbinë, që të dorëzojë Milan Radojčić, edhe nga vendet të tjera, por edhe për Kosovën, që të krijojë asociacionin dhe të zbatoj detyrimet e ndërmarra me marrëveshjet e dakorduara në Bruksel dhe Ohër. Selam Shkodra, eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për diskutuar për këto zhvillime, por edhe për të tjera në arenën ndërkombëtare. Selam, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirë, procesi i Berlinit, një platformë që i sjell së bashku të gjitha vendet e rajonit tonë, përfshi Kosovën dhe Serbinë, por duket se kërkesa edhe nga sekretarja britanike e jashtme, por edhe nga kancelari gjerman Friedrich Merz, ka qenë që të dy palët të ulin tensionet dhe të zbatojnë detyrimet e arritura. Një gjë e tillë u theksua edhe në Këshillin e Sigurimit. Mbledhjet monotone të Këshillit të Sigurimit për Kosovën tashmë thuajse janë të parashikueshme edhe prej qytetarëve të rëndëmt, për shkak se pozicionimi i palëve tashmë është i qartë më shumë se 24 vite, veçanërisht pas shpalljes pavarësisë Kosovës. Aleatët e Kosovës me krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me theks veçantë Britaninë e Madhe kanë mbrojtë shtetësinë dhe shtetin dhe mënyrën e funksionimit të shtetit Kosovës në mënyrë të vazhdueshme, duke qenë konsistent në qëndrimet e tyre, me çka ne duhet të jemi falënderues pafundësisht. Palët kishin thuajse prafërsisht qëndrimet e njëjta dhe fjalimet e njëjta, por çka ishte interesante që nga kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit, ambasadorja Britanisë së Madhe vun theksin të dorëzimi i Milan Radojčić dhe pjesëmarrësve të grupit të tij në sulmin ndaj sovranitetit të Kosovës. Përveç që e njëjta bën thirrje për njohjen e shtetit Kosovës, ku e përshkruan Kosovën në një organizatë kaq të rëndësishme të nivelit ndërkombëtar si shtet demokratik dhe që është funksionale demokracia e saj, e njëjta i rikujton Serbisë, aleatëve të Serbisë dhe po ashtu edhe botës demokratike se në Kosovë ka ndodhur një sulm në vitin 2023, e që bashkia ndërkombëtare, e cila ka vlerat e një rendi botëror, nuk duhet të harroj përderisa mos të dalin përgjegjësit para drejtësisë. Dhe kjo është edhe kërkesë imediate e institucioneve të Kosovës, po edhe e lehtëshme, e drejtë dhe e moralshme. Po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ritheksu duke potencu në mënyrë kategorike se misioni i UNMIK-ut duhet të përfundoj apo duhet të mbyll mandatin dhe kompetencat e tij duhet të transferohen te organizata të tjera të cilat mund ta kryejnë punën, e që në fakt viteve të fundit i njëjti mision thuajse është i papunë me përjashtim të ruajtjes së zyreve të veta dhe të ashtu quajtës rezolut 1244, e cila tashmë nuk gjen zbatim. Po pra, sa herë shkon drejt mbylljes, ndodh ndonjë tension në Kosovë që ja zgjat jetën, kam përshtypjen. Sepse ne kemi dëgjuar dhe vjet, edhe 2 vite më parë, të njëjtën kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe për ta mbyllur atë mision. Por vazhdimisht ndodhin tensione dhe pastaj duket sikur koha punon për që ata të vazhdojnë të marrin edhe ca rroga në Kosovë.
e rëndësishme është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si promotor kryesor i botës demokratike janë konsistente në këtë kërkesë dhe mendoj që jo po se po edhe ne domethënë që jemi njerëz që ndjekim veprimet politike, aksionet politike në arenën ndërkombëtare dhe kem studiuar dhe shohim rregullat se si funksionojnë organizata të tilla siç është Këshilli i Sigurimit, ku dihet që 2 nga vendet anëtare me të drejta anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetoje nuk kanë gatishmëri për të votuar në mbyllje të këtij misioni sepse për ta nuk ka përfunduar procesi i shpalljes pavarësisë Kosovës apo thonë ndryshe pavarësia e Kosovës është shpallur në mënyrë të palegjshme sipas versionit të cilin ata besojnë. Kjo jo pak herë është përdorur nga politika zyrtare e Federatës Ruse, ndoshta ka qenë Kosova tabel qice dhe është përdorur edhe në kuptimin e politikave të presidentit Putin ekspansioniste, ku i njëjti ka pas dhe ka aspirata të vazhdueshme për të cenu shtete të pavarura dhe për të kriju disa rajone fillimisht autonome me pastaj të bashkangjes Federatës Ruse nëpërmjet disa referendumeve fiktive dhe mendoj që kjo e ka mbajtur deri me tash misionin e UNMIK-ut prezent në Kosovë. Kërkesa e botës demokratike ishte, veçanërisht e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku në mënyrë eksplicite i bën thirrje Serbisë, po edhe Kosovës që të ulin tensionet dhe të shohin që vazhdohet me procese dialoguese ku do të ketë një përfundim me njohje reciproke. Mendoj që edhe kjo mbledhje, pavarësisht se mendoj që janë të panevojshme, ishte në të mirë të shtetësisë së Kosovës, përkundër pak punës që jemi duke bëna në arenën ndërkombëtare. E kuptoj.